Përshëndetje juve. Në këtë video do të mundohem të shpjegoj gjithë atë që ka ndodhur në lidhje me summitin e Stambollit, ku pritej të takoheshin Zelenski dhe Putin, summit në të cilin mendohej se do të shkruhej një dokument për ndaljen e luftës, fillimisht për një afat një muaj, më pastaj shpresohej se do të arrihej edhe një marrëveshje paqeje midis dy vendeve. Megjithatë, sipas të gjitha gjasave, së pakun deri në këto momente, derisa po flas me ju, nuk ka diçka që jep të argumentoj se mund të arrihet një paqe midis dy vendeve. Para se të filloj të i përgjigjem pyetjes bazë të kësaj teme sot, se përse Putin nuk erdhi në Stamboll, përse refuzoi të marrë pjesë në summitin e Stambollit, më lejoni fillimisht ta përsëris një fjali të cilën e kam thënë radhazi në intervistat e mia, aq të shumta në këto 2-3 vjetët e fundit nëpër televizionet kryesore shqiptare. Dhe ajo fjali është se Ukraina e ka humbur luftën që në ditët e para të fillimit të saj. Këtë e ka mbështetur përveç të tjerash në 2 premisa kryesore. Jo vetëm pasi ka filluar lufta, por si një lexues i rregullt i dinamikave dhe politikave ndërkombëtare edhe para fillimit të luftës në Ukrainë. Këto 2 premisa janë: e para, mendoj une se Rusia nuk e ka nisë këtë luftë për ta humbur shpejt. Ajo i ka bërë përgatitjet mirë, i ka parashikuar edhe humbjet, i ka parashikuar të gjitha sfidat dhe problemet të cilat mund të dalin në rrugë, e pastaj vendos invadimin dhe pushtimin e Ukrainës. Rusia, si një superfuqi botnore, nuk është naive deri në ato përmasa sa të futet në një luftë dhe të dalë kok ulur siç i pa të ndodhur Bashkimit Sovjetik në luftën e Afganistanit nisur në vitin 1979 e pastaj në 89-ën detyrohet të dalë kok ulur nga aty dhe më pastaj Gorbaçovi me perestrojkën e tij të detyrohet ta nënshkruaj shpërbërjen e perandorisë së Bashkimit Sovjetik. Putini e ka lexuar mirë situatën para se ta filloj këtë luftë. Putini ka qenë një faktor determinant në sigurimet sekrete të Rusisë edhe më parë në kohën e Bashkimit Sovjetik, edhe në kohën e Jelcinit, e sidomos tani si president i Rusisë. Premisa e dytë, mbi të cilën e kam mbështetur pikpamjen time, që thotë se Ukraina e ka humbur luftën që në ditët e saj të para, është ajo të cilën e kam lexuar mes rreshteve, para dhe pas fillimit të luftës. Kam pa se vendet perëndimore, përtej vullnetit të tyre, ta quaj vullnet kushtimisht, përtej vullnetit të tyre për ta mbështetur dhe mbrojtur Ukrainën, synimi kryesor i vendeve perëndimore ka qenë dobësimi i Rusisë, jo fitoria e Ukrainës. Dobësimi i Rusisë, fillimisht në rrafshin ekonomik, pastaj ta bankrotoj në rrafshin social e kulturor të mbrëmshëm dhe përpasoj si rezultat ta stopon perëndimi Rusinë në përhapjen e ndikimit të saj në arenën ndërkombëtare. Deri në një mas në këtë pikën e dytë ja ka arritur që Rusinë ta pengoj që të involvohet në ngjarje me rëndësi gjithandej në përbot, por nuk ja ka arritur që ta detyroj deri në ato përmasa sa Rusia të detyrohet
t'i pranoj kushtet e vendeve perëndimore të Bashkimit Evropian e sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mbas edhe pasardhjes së Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe të nënshkruaj gjithatë që i diktohet nga bota perëndimore. Rusia po shihet se dhe po argumentohet, po dokumentohet, edhe ajo të cilën e kam menduar dhe thënë radhazi, dhe jo vetëm une, se unë dikun e kam mbështet në studime të ndryshme, e kam mbështet pikpamjen time në leximin e situatave të ndryshme, se Rusia nuk qenë ka ai vend që po pranua ka aq let kushte t'i vihen nga jashtë në mënyrë që ajo të del kok ullur, si që pa t'i dalë më parë nga lufta e Afganistanit. Kthyer në temë, sot, përderisa po pritej që të vinte Zelenski, i cili ka arritur veç në Stamboll, është pritur në mënyrë shumë të ndershme ta quaj, nuk po di me gjetë një termin adekuat tani, një mënyrë meritore, është pritur nga presidenti Erdogan, i cili e pret në fund të shkallëve me një ambrell në dorë, e përshëndet dhe përdore pastaj së bashku ngjiten shkallëve përpjet deri në hyrje të pallatit presidencial aty. Për t'i dhënë botës me kuptue e ukrainasve dhe Zelenskit në rastin konkret se Turqia ka një qëndrim të mirë ndaj Ukrainës dhe e mbështet integritetin territorial të saj, dhe e dyta, Erdogan është i njohur në pritje të ngrohta në të cilat shpërfaqet edhe ajo tradita kulturore islame e kombit turk që reflektohet në pritjen e musafirëve të cilët i shkojnë në derë dhe në shtëpinë e tij. Kjo pritje pra që u pasot nuk, me gjithë që një pritje e mirë, disi ranë në hijen e refuzimit të Putinit që të marrë pjesë në samitin e Stambollit dhe të shihet ball për ball me Zelenskin. Përderisa sot në Antalya të Turqisë, vendet antare të NATO-s ishin të buar, liderët e tyre, ministrat e jashtëm, dhe po bisedonin për çështje të ndjeshme të sigurisë globale, të sigurisë e Evropës dhe të rajonit të lindjes së mesme, në Stamboll me sa shihet, deri në këto momente që po flasim, po dështon samiti i Stambollit. Megjithçë analist të njohur të Turqisë sot, cilët i kam lexuar, nuk po e quajnë dështim, por prolongim i arritjes së një paqe, unë e konsideroj dështim. Jo dështim për shkak të faktorit turk, për shkak të atyre të cilët e përgatiten, por për shkak se Putin e pa që nuk është koha, nuk është momenti dhe nuk është takimi i ati niveli sa do të merrte pjesë edhe ai për ta nënshkruar dokumentin e paqes me Ukrainën, rrjedhimisht me Zelenskin. Kishte paqartësi të mëdha edhe gjatë procesit të përgatitjes së këtij samiti. Për sa ka mujt i përcjell unë politikat ndërkombëtare në këto 2-3 dekadat e fundit, t'ju them të drejtën, për herë të parë kam has, për herë të parë në historinë moderne të diplomacisë, kam has në një ambient, në një atmosferë të këtill si ky para samitit të Stambollit. Imagjinoni deri në sekondat e fundit, deri në sekondat e fundit kur unë po filloja, para se të filloja këtë bisedë me ju,
ende nuk është e sigurt se a do të merr pjesë Putin apo nuk do të merr pjesë. A do të shkon edhe Donald Trump, i cili gjendet tani në vendet arabe të Golfit, të gjirit arabik, të gjirit persik, apo nuk do të shkon. Deri në këto momente, pyetej se apo shkon Zelenski apo nuk po shkon në Stamboll, apo shkon Putin apo nuk po shkon, a do t'ju bashkangjitet edhe Donald Trump apo nuk do t'ju bashkangjitet, diçka e re në traditën moderne të diplomacisë në botë. Samitet e tilla organizohen paraprakisht, qiten dokumente, i dërgohen njëri tjetrit dokumentet, pikat e cilat do të trajtohen aty. Hjekën pika, nuk do të diskutojmë për këtë, ta shtojmë këtë tjetrën. Njëjtë ndodh, bile në samite shumë ma fort se sa që ndodh përgjatë përgatitjeve të vizitave të liderëve të ndryshëm në përvendet të tjera të botës. Para se të shkon të zëm Erdogan në Washington, apo të vije Trump në Ankara, ambasadat e dy vendeve punojnë me javë të tëra në përgatitjen e programit dhe të pikave në të cilat bisedohet, mbase edhe nëse këto takime bëhen vetëm nëpërmes telefonave. E lema për një takim të tillë, për një samit të tillë, siç ishte samiti i Istanbulit. Prandaj po them se është diçka e re, jo vetëm për mua, por është e re në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare apo të diplomacisë. Çka ndikoi, që është tema bazë e kësaj video, çka ndikoi që Putin të mos shkoj në Stamboll? Ka disa arsye. Mund të radhis disa sosh. E para, dy lider marrin pjesë në një summit ku pritet të nënshkruhen dokumente vetëm pasi ekipet e punës dialoguese midis dy vendeve përafrohen në qëndrimet e tyre deri në atë pikë sa presidentet pastaj, liderët pastaj të vënë nënshkrimin mbi dokumentet e marrëveshjeve. Bisedimet të cilat bëhen midis dy liderëve të dy vendeve, aq më shumë të dy vendeve me peshë në botë, që janë të rrëpatura me ngjarje të mëdha, me ndikime të llahtarshme në politikat ndërkombëtare, siç është rasti i Zelenskit dhe i Putinit. Në këto raste, takimet e këtyre dyve, kur shihen para kamerave, janë më shumë sa për sy e faqe. Mbas edhe në diplomaci, marrëveshjet arrihen, mos të them nën tavolinë, marrëveshjet arrihen paraprakisht, para se të fillojnë bisedimet diplomatike midis dy vendeve. E lema, mos ta përsëris edhe nënshkrimin e këtyre dy takimeve. Tjetra, ajo që ndikoi që Putin të mos vi në Stamboll, por duhet ta them edhe këtë, Putin mund të vi në Stamboll, por jo gjatë këtij takimi, jo të takohet me Zelenskin tani. Ai mund të vije në një moment kur vije koha e nënshkrimit të dokumentit, sepse tek rasti konkret, Rusia në fakt e ka dërguar në vend të tij dhe në vend të Lavrovit, e ka dërguar një ekip pune që të bisedojnë me palën ukrainase, ku do t'jetë edhe Zelenski i detyruar të marrë pjesë në kësi nivele, që më pastaj, pasi të arrije diçka, Putin të nënshkruaj atë që duhet të nënshkruaj. Pra, Putini ka refuzuar që të marrë pjesë në këtë takim, edhe për shkak se Putini mendonte fillimisht që nëse arrihet marrëveshja, të trajtohen çështjet mirë
e jo të nënshkruhet marrëveshja për ndaljen e luftës siç e kërkonte Donald Trump. Sepse Putin edhe haptas 2-3 herë e ka përmendur ai botnisht se nëse Rusia pranon ndaljen e luftës për një afat 30 ditësh, ka gjast të madhe që Ukrainës t'i arrin armatim shumë sa do të vështërson luftën me Rusin. Dhe do të mobilizohet edhe me ushtarë të ri dhe 30 ditë janë të mjaftueshme sa Ukraina të forcohet. Andaj, Rusia e ka refuzuar këtë takim, andaj edhe Putin nuk ka ardhur në këtë takim. Një arsye tjetër të cilën e përmenda edhe në videon e mbrëmshme është vendimi shumë i çuditshëm i Bashkimit Evropian me miratimin e pakos së 17 me radhë të sanksioneve ekonomike dhe të gjithëmbarshme ndaj Rusisë. Në fakt, Bashkimi Evropian e pa ti kërcënuar, lirisht po them, e pa ti kërcënuar Putinin se nëse nuk vjen në summit dhe nuk pranon marrëveshje me Zelenskin, me Ukrainën, Bashkimi Evropian do të bën trysni mbi Donald Trump për arritjen për përgatitjen apo për vënien e sanksioneve të reja, gjë që u bën mbram. Unë derisa po e përgatisja materialin për të bërë incizimin e videos së mbrëmshme, 3 orë para se të incizoj, vish kur po e shoh lajmin se Bashkimi Evropian miraton paketën e 17 të sanksioneve të hekurta ndaj Rusisë. Putini ja ka lexuar këtë lajm. Kur unë e lexoj në kompjuterin tim, si mos ta përcjella i situatën, ndoshta krahasimi i tepërt i banal shumë ke, po Putini si ta dëgjon këtë lajm, po sa e ka dëgjuar, natyrisht pak minuta para se ta nisjone, 2 orë masanej, Putin thot se unë përfundimisht nuk do të marr pjesë në këtë takim. Pra, Bashkimi Evropian mund të konsiderohet, ndoshta se ka pas qëllimin ashtu, por vënia e sanksioneve të reja e detyron Rusien, Putinin, që ta anulon vizitën e tij atje. Një arsye tjetër për cilën unë besoj bindshëm është edhe një fakt tjetër i çuditshëm. Nëse ju kujtohet, para 2 vjete u pati arrit një marrëveshje midis Zelenskit dhe Putinit në Stamboll. Pajtimi i Stambollit quhej, Istanbul Agreement, midis Zelenskit dhe Rusisë, Putinit, dhe u arrit një farë marrëveshje se lufta po ndalet, do të ulen, do të bisedojnë, do të arrin një paqë dhe do të jetohet në paqë. Mirë po, Boris Johnson, ish kryeministri i Britanisë, e thirr Zelenskin në telefona në Londra, nuk e dije në përmes cilave kanale, dhe e kërcënon shumë ashpër. Dhe i thot se do t'ja pash sherrin këtij vendimi. Dosh me refuzue, dosh me anulue. Dhe Zelenski refuzon atë, anulon atë të cilën e kishte nënshkruar me Putinin. Pra, Britania e Madhe, e që Britania e Madhe nuk më mërmenja se ka vepruar kryen vete nga Bashkimi Evropian, Britania e Madhe, Boris Zelenski bëhet shkaktari i vazhdimit të luftës. Tash, Putin e kujton edhe këtë rast, se çfarë nëse unë shkoj atje, nënshkruaj marrëveshje për ndaljen e luftës një muajshe, ku brenda një muaji kjo Ukraina mund të marrë armë me vagona nga vendet e jashtme, të cilat po e mbështeten atë në luftën e saj me Ukrainën, dhe më pastaj, pasi ti kry krejt punët edhe adetet e marrëveshjes, Zelenski të thot sërish se une e anulloj këtë marrëveshje. Një nga arsyet e refuzimit të ardhjes së tij.
Një arsye tjetër, cilën unë mund ta lexoj mes rreshtave, është edhe qëndrimi labil i më falni. Qëndrimi labil, ta quaj labil i Donald Trump. Po shkoj s'po shkoj. Do të marr pjesë në takim në Stamboll, nuk do të marr. Do të jem prezent për gjatë bisedimeve Zelenski-Putin, nuk do të jem. Putini, për nga pozicioni i vetë, si president i një shteti, superfuqi, një shteti që ka arrit të pushtoj një territor diçka mbi 20% të Ukrajines, e she në nënçmim nëse ai merr pjesë në takim me Zelenskin, i cili është në një pozitë shumë më të ulët, dhe duke pritur se po vje Trumpi nuk vje aty dhe të mbetet i zhgënjur. Marr në përgjithësi dhe lexuar në përgjithësi. Situata në Ukrainë është e brisht, mjaftueshëm sa të konkludohet se ajo vërtet e ka humbur luftën që në ditët e para të saj. Ukraina u pa se u përdor për t'i bërë presion Rusisë, për ta parandaluar zhvillimin ekonomik të saj, për ta ndal hovin e Rusisë së ndërhyrjes së saj, me vranglera e me lloj vranglera gjithandej në përbot, por gjithashtu u pa se deri më tani bota perëndimore nuk e ka fuqin e mjaftueshme sa t'i diktoj dinamikat e Putinit dhe qëndrimeve të Rusisë në politikat ndërkombëtare. Shiqani, në këtë summit që po mbahet tani, ta quaj summit, në këtë takim të Stambollit, Putini le që nuk erdh vetë, po nuk e dërgoi as Lavrovin. E ka dërgue një njeri, këtë kryetarin e partisë liberale, demokratike të Rusisë, Leonid Stanskinin, i njohur për aftësinë e tij në dialogje dhe në marrëveshje të këtij lloji. Do me thonë, as njerëzit e afërt të kabinetit të tij nuk i ka dërguar në këtë takim. Për fund, çfarë pres unë nga gjithë kjo që është arritur deri më tani? Pres luftë të vazhdueshme, pres humbje të vazhdueshme të Ukrainës dhe pres një ditë që Ukraina do të detyrohet ti pranoj të gjitha kushtet të cilat i avë mbi tavolinë Putini, vetëm e vetëm për të shpëtuar atë që është ende në dorën e Zelenskit për të shpëtuar. Dhe ajo është një Ukrainë e përgjysmuar, një Ukrainë e sakatosur, dzehet e shtrejta, dzehet me vlerë, minierat e saj të cilat mesa po shihet njëjtë si që bëri Ahmed Eshara dje në takimin e tij me Donald Trump, që i tha i ke në dispozicion të gjitha burimet e naftës në Siri, lirisht ke akses në të gjitha ato, mosh më na dhon neve në liter Allah radhazolla, edhe Zelenski do të detyrohet, siç po shihet, të pranoj çfarë do kushti që i vihet mbi tavolinë për të mbetur në pushtet dhe për të shpëtuar gjithatë që arrin ta shpëtoj. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje.